Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahun e falenderojmë. Hadithin e sotëm e transmeton sahabiu i quajtur Gjundub ibn Abdullah, i cili thot e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë: "Kana bi rajulin jirah fa qatala nafsa." Thot një burr, një njeri, ishte i plagosur, kishte disa plagë të cilat nuk mund t'i durante. Andaj si pasojë e saj e vrau vetën. Dhe me këtë rast Allah i madhruar tha: "Badarani abdi bi nafsihi, harramtu alayhi al-janna." Si pasojë e kësaj, Allah i madhruar thot: "Robi jam u nxitu edhe u mundu me i parapri me veprimin e vet kaderit tem. Unë po ja bëj haram atij xhennetin." Çto përfundon hadithi. Ky hadith ka ardhur edhe në versione tjera me disa detaje shtesë. Nëse i përmbledhim të gjitha, del se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po rrëfen për një njeri i cili ka jetuar në kohënat më të hershme, pra jo njeri i ummetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, por që u ka taku ummeteve të mëhershëm. Dhe pejgamberi alaihi salatu wasallam po rrëfen për gjendjen njëkohësisht edhe për veprimin e tij, që është vetvrasje. Ka ardhur si pasojë e disa lëndimeve që ai i ka përjetu. A ka qenë i lëndum në luftë, a ka qenë i lëndum në punë, a çka do të qoftë, po si duket kanë qenë lëndime me dhimbje kogja të forta për te. Dhe në këtë situatë ai s'ka mujt me ju bë sabër, s'ka mujt me i duru atë dhimbje. Dhe në këtë verzionin që e citova, thot: "Fa qatala nafsa", e ka vrarë vetën, ka bërë vetvrasje. Një verzion tjetër tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çu ka bërë vetvrasja e njeriu. Thot e ka marrë thikën edhe e ka prej dorën e vet këtu. Do thonë e ka prej çush i prejnë venat njerëzit. Edhe thot ka pas gjakderdhje aq të madhe saqë si pasojë e saj ka vdek. Sido që të jetë detajet më shumë ose më pak kanë rëndësi, sa ka rëndësi ajo pjesa tjetër pastaj e hadithit, ku Allahu i madhruar thot: "Robi jam u mundu me vendimin e vet edhe me veprimin e vet me i parapri kaderit tim. Andaj si pasojë e kësaj unë ja kom bë atij haram xhennetin, ja kom ndalu xhennetin." Edhe çtu përfundon hadithi. Ky hadith edhe ky përshkrim i kësaj ngjarjeje sikur na jep me kuptu se jeta e kësaj bote është me sprova të shumta, me sprova të lloj-llojshme, të cilat Allah i madhruar i dërgon, i çon njerëzve sipas një ranie, sipas një ligji të cilin ai vetë ka parapa, duke qenë se Allahu është krijuesi i gjithçkaje, është edhe krijuesi i jetës, është edhe krijuesi ose ai i cili i ka parapa rregullat e jetës. Dhe në kuadër të kësaj jete të gjithë jemi potencialisht të sprovum, se cilin Allahu e sprovon në mënyrën e vetë. Qashtu qysh do në vetë dhe Allahu nuk i jep llogari askujt, pa dyshim. Po Allahu kur ja u dërgon sprovën robërve të vetë, ai në një farë mënyre po a dërgon edhe gatishmërinë për me u ballafaqu me ato sprova. Kështu që njeriu do të me e pas të qartë edhe me e pas parasysh se në shumicën e sprovave me gjithatë ka forcë për me i te i kalu, përveç atëherë kur ai vendos jo me vepru ashtu që është kënaqësia e Allahut fuqiplot, po vendos me vepru ndryshe. Dhe në rastin e këtij personit, cilin po e përshkruan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai nga mungesa e gatishmërisë për me u përballë me ato dhimbje të plagëve, të cilat nuk përmendet në hadith se çysh i janë shkaktu ose çysh i kanë ndodhur, po nga mungesa e gatishmërisë për me u përballë me dhimbjen e atyre plagëve, ai e merr vetë iniciativën për me ia marrë vetë jetën. Në të vërtetë kur thot Allahu, sikur se përshkruhet në hadith, "Badarani abdi bi nafsihi", në tjetër verzion vjen thot "Badarani abdi bi nafsihi", parapriu robi im vetë, me vetë iniciativë. Në të vërtetë kjo nuk e ka kuptimin se ai i cili bën vetvrasje ose
Edhe ai I cili kryen vrasje, I paraprin kaderit të Allahut. Po e zom, hipotetikisht, dikush ka pas me jetu edhe kaq vjet, po për shkak se ka bo vetvrasje ka vdek më herët. Ose ka pas me jetu edhe kaq vjet, po për shkak se filoni e ka vra, ja ka pru vdekjen më herët. Kjo nuk ndodh. Po ajo që ndodh është pikrisht se asnjë gjë edhe më e vogla në jetën e kësaj bote nuk ndodh pas zgjedhjen edhe caktimin e Allahut fuqiplot. Edhe vdekja e cilit do njeri, pra është e caktuar me moment të prerë, dhe ajo ndodh vetë çashtu. Mirë po problemi çka është? Ai njeri I cili po përshkruhet në hadith, ai në çat moment që ka vdek, ai ashtu ka pas me vdek. Kështu që thjesht sikur veç mos të kish marr vendimin për m'ia marr vetit jetën, ai kish vdek si pasojë e plagëve, ose kish vdek si pasojë dikush tjetër, si pasojë e smundjes, ose kështu me radhë, edhe që sikur të kish bo sabër, ndoshta jetës pas ka pas, edhe plagët si ju ishin shëru, po bollë që për Allah të fuqiplot ke shku, pa përgjithësinë e vetvrasjes, që është padyshim, që është krim I radhë. Dërsa ajo pjesa fare e fundit e hadithit ku Allahu thot harramtu alayhi al-janna, ati e kom bë haram xhennetin. Pyetja që këtu parashtrohet është, a thu nëse njeri bën vetvrasje, a shkon në xhehenem për gjithmonë? Nëse e ka bë ato duke qenë besimtar, po thjesht në pamundësi për me I duru plagët, ai nuk shkon në xhehenem për gjithmonë. Po Allahu këtu thot ja kom ndalu xhennetin, dietarët I kanë dhënë disa kuptime. Një prej kuptimeve është ja kom ndalu xhennetin për me hy me të partë, ose ja kom ndalu xhennetin për një kohë të caktuar. Sigur dikujt që I ndalohet hymja për një kohë të caktuar, pastaj s'ka dhënë ndalesa, edhe vazhdon jeta me të gjitha rregullat e saj. Ose disa tjerë kanë thonë, ndoshta ky njeriu I cili bëhet fjalë për të në këtë hadith, s'ka qenë musliman fare, edhe ati I është bo haram xhenneti për shkak të mosbesimit ti, jo për shkak të vetvrasjes. Edhe në këtë rast jemi përputh të dyja bashkë, ndërsa Allah I madhruar veç e ka sqaruar se megjithatë jeta njerëzore ka vlerë shumë të madhe, edhe secili prej neve nuk e ka jetën e vet në dorë në kuptimin me bë me te çka don, mirë po edhe ajo është përgjegjësi e Allahut fuqiplot. Pra edhe jeta në kuptimin e përgjithshëm, po edhe çdo gjë që ka të bëjë me jetën, edhe trupi, edhe shëndeti, edhe kështu me radhë, për secilin prej tyre njeriu ka përgjegjësi me e rujt, edhe nëse nuk kujdeset për të në çfarëdo mënyre, direkt ose indirekt, I shkakton vetes dëm, ose I shkakton vetes plag, ose Zoti na rujt ja shkakton, ose përpiqet, mi ja shkaktu vetes vdekjen, për këtë ka përgjegjësi para Allahut fuqiplot, madje përgjegjësi shumë të madhe, e cila nuk është as pak më e vogël se sa ajo pjesa tjetër që këtë njerëzit natyrshëm e dinë, që është tjetrit s'bën me I shkaktu dëm, tjetrin s'bën me e dëmtu, s'bën me e lëndu, s'bën me e vra, e po edhe vetën që ashtu nuk bën asnjënën prej këtyne dëmeve me ja shkaktu. Kaq është sa I përket këtij hadithi, Allah I shpërblet për vëmendjen. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Oh